Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët te kuzhina e Rahimes. Në këtë video recetë do t'ua shpjegoj se si të përgatitni këtë sallatë ruse, e cila është tepër e shijshme dhe është një ide fantastike për festat e fundvitit. Recetën e plot ndiqni në vazhdim dhe mos harro të shtypni butonin subscribe. Për këtë recetë na nevojiten fillimisht perimet e përziera, të cilat këtu i kemi 450 gram. Fillimisht do t'i lani dhe pastaj do t'i mbushim me ujë dhe do t'i lëmë që të vlojnë. Kur do të fillojnë që të vlojnë, do të vlojnë 5 deri në 7 minuta derisa perimet të na zihen plotësisht. Pastaj kemi 150 gram gjoks pule ose stek pule, të cilën do ta vendosim që ta ziejmë. Ndërkohë perimet na janë zier, ua kemi kulluar ujin dhe do t'i shtojmë tek jo ena ku do t'i lëmë që të ftohen plotësisht. Dhe gjoksin e pules e kemi gati dhe tani është koha që ta bëjmë në copa të imta. Pra do të mundoheni që ta bëni sa më shumë në copa të imta. Do ta shtojmë dhe këtë tek përbërësit e tjerë, pra tek perimet, dhe pastaj këto të dia do t'i lëmë që të ftohen plotësisht. Pra nuk guxon që këto të jenë pak të ngrohta ose të nxehta, sepse ajkën të cilën do ta shtojmë do ta shkri. Tani këtu i kanë disa kastraveca turpshi, të cilat unë i kam prerë në copa të imta dhe këto do t'i shtojmë tek pjesa tjetër. Kastraveca mund që të mos i shtoni fare ose t'i shtoni më pak, varet nga shija juaj. Dhe tani këtu do të shtoj edhe 100 gram me ara, kjo me të vërtet do t'i jep një shije tepër të shijshme. Dhe do të shtojmë ajkën e kosit ose pavllak, 4 ose 5 lugë. Dhe pastaj do të shtojmë edhe 2 lugë të diellës me majonez. Do t'i shtoni krip sipas dëshirës dhe pak biber të zi. Dhe pastaj këto do t'i përzihem të gjitha bashk derisa të na përzihen të gjitha mirë me pavllakën. Dhe sallatën ruse e kemi gati, tani ju mund që ta dekoroni atë sipas dëshirës së juaj. Unë për vete do ta dekoroj në këtë formë, e cila del tepër e bukur dhe ju përshtatet shumë festave të fundvitit. Dhe recetën për fundvit e kemi gati. Shpresoj që juve t'ju ketë pëlqyer kjo recetë dhe ta provoni. Për të ndjekur recetat më të reja, shtypni butonin like dhe subscribe. Faleminderit që na ndiqni.